Mateo është në qendër. Selin është në qendër. Brikena është në nyje emocionale. Artani po kërkon status. Miri po lëviz mes poleve. Kjo është faza ku krijohen finalistët. Dy profili i Mateos, favoriti logjik Mateo aktualisht ka 3 avantazhe të mëdha. 1. Është shpallur banori më i preferuar, kjo nuk është perceptim rrjetesh. Është sinjal zyrtar vote. Ky është indikator real. 2. Ka prani narrative, ai është në aks romantik, në aks konflikti, në aks strategjik. Banorët që fitojnë zakonisht janë ata që kanë 2-3 bosh narrativ paralel. 3. Ka fanbase të mobilizueshme në fazat finale, vota nuk fitohet nga simpatia e heshtur. Fitohet nga fansat që votojnë masivisht. Rreziku i tij, por ja ku fillon analiza serioze. Mateo mund të humbas nëse ndodhin 3 gjëra. 1.